Çdo vit, miliona njerëz në mbar botën zbulojnë diçka që nuk e kishin pritur kurrë. Gur në veshka. Disa e kuptojnë herët, të tjerë e marrin vesh vetëm kur dhimbja është e madhe, por ajo çfarë mjekët kanë vërejtur prej dekadash është një e vërtetë thjesht, trupi gjithmonë jep sinjale. Problemi është se shumica e njerëzve nuk dinë t'i lexojnë ato sinjale derisa të jetë vonë. Kjo video është hartuar për të ndihmuar njerëzit të kuptojnë shenjat paralajmëruese para se situata të komplikohet. Shenja e parë: dhimbja e papritur në anën e shpinës ose në barkun e poshtëm. Mjekët e quajnë kolika renale dhe ata që e kanë përjetuar thonë se nuk harrohet kurrë. Dhimbja fillon papritur, shpesh gjatë natës ose në mëngjes herët, dhe nuk qëndron në një vend. Ajo lëviz. Fillon zakonisht nën brinjët, në anën e djathtë ose të majtë, dhe zvarritet poshtë, drejt barkut të poshtëm, drejt ijeve dhe shpesh edhe drejt pjesës së sipërme të kofshës. Kjo lloj dhimbjeje nuk është si dhimbja muskulore që qëndron e palëvizshme. Ajo vjen në val, ngrihet me intensitet të lartë, paksohet pak, pastaj rikthehet sërish me forcë. Arsyeja është se guri nuk rri i qetë. Ai lëviz nëpër rrugën urinare, duke shkaktuar ngërçe të forta të muskujve të ureterit, kanalit të ngushtë që lidh veshkën me fshikëzën e urinës. Nëse dikush ndjen një dhimbje të tillë të papritur dhe të fortë që nuk mund ta shpjegojë, veçanërisht nëse nuk ka bërë asnjë lëvizje të rëndë fizike dhe nuk ka asnjë arsye të dukshme, kjo duhet trajtuar si shenjë serioze dhe duhet të kërkohet ndihmë mjekësore sa më shpejt. Shenja e dytë: dhimbje gjatë urinimit. Kur guri arrin të futet në ureter ose afrohet pranë fshikëzës së urinës, personi fillon të ndjejë një djegje ose presion të fortë gjatë urinimit. Kjo mund të duket shumë e ngjashme me infeksionin urinar, dhe kjo është pikërisht arsyeja pse shumë njerëz i ngatërrojnë të dy gjendjet. Por ndryshimi kryesor është ky: dhimbja nga gurët gjatë urinimit shpesh shoqërohet me simptoma të tjera specifike si dhimbja në shpinë ose në ije. Ndërkohë që infeksioni urinar zakonisht vjen me temperaturë dhe ndjesi të vazhdueshme të nevojës për urinim, edhe kur fshikëza është bosh. Shumë njerëz e injorojnë këtë shenjë duke menduar se do të kalojë vetë, por kjo është një gabim i rëndë. Dhimbja gjatë urinimit që shoqërohet me dhimbje në bel ose anë duhet gjithmonë të investigohet nga një specialist urolog ose nefrolog. Trajtimi i menjëhershëm parandalon komplikacionet e rënda dhe kursen kohë e energji të çmuar. Shenja e tretë: gjak në urinë. Hematuria. Ndoshta shenja më e frikshme dhe ajo që i shtyn njerëzit drejt për drejt tek mjeku është gjaku në urinë. Mjekët e quajnë këtë gjendje hematuria. Ajo mund të shfaqet si urinë e kuqe, roz ose kafe e errët, varësisht nga sasia e gjakut të pranishëm. Por ka diçka që shumica nuk e dinë. Hematuria mund të jetë edhe mikroskopike, që do të thotë se gjaku është aty, por me sy të lirë nuk shihet. Vetëm analizat e urinës mund ta zbulojnë atë. Kjo është arsyeja pse analizat rutinë të urinës janë kaq të rëndësishme si pjesë e check-upit vjetor. Guri, ndërkohë që lëviz nëpër rrugën urinare, fërkon dhe dëmton muret e delikate të ureterit dhe fshikëzës. Ky dëmtim i vogël prodhon gjakderdhje. Ndonjëherë kjo gjakderdhje ndalon vetë, por ndonjëherë ajo vazhdon dhe tregon se dëmi është më i thellë. Çdo person që vëren ndryshim të ngjyrës së urinës duhet të konsultohet menjëherë me mjekun. Shenja e katërt: nevoja e shpeshtë dhe urgjente për urinim. Kur guri qëndron afër fshikëzës së urinës ose ka hyrë tashmë brenda saj, ai irriton muret e fshikëzës. Trupi e interpreton këtë irritim si sinjal se fshikëza është plot dhe duhet zbrazur, edhe kur fshikëza është bosh. Rezultati? Personi ndihet i detyruar të shkojë në tualet çdo pak minuta. Ky urinim i shpeshtë dhe urgjent është një shenjë klasike e gurëve në veshka, kur ata janë në fazën finale të rrugtimit të tyre nëpër sistem. Shenja e pestë: nauze dhe të vjella. Kjo shenjë shpesh habiti njerëzit. Çfarë lidhje kanë veshkat me stomakun? Lidhja është shumë më e ngushtë se sa mendohet zakonisht. Veshkat dhe trakti gastrointestinal ndajnë nerva të njëjtë, kryesisht nervin vagaj dhe rrjetin nervor celiakun. Kur veshka ndizet nga dhimbja dhe inflamacioni, sinjalet e dhimbjes udhëtojnë nëpër të njëjtat rrugë nervore si sinjalet nga stomaku dhe zorët. Trupi, duke u konfuzuar nga kjo mbivendosje neurologjike, reagon me nauze dhe të vjella. Ky fenomen quhet dhimbje e referuar. Dhimbja ndihet si të vinte nga një organ,
por buron nga një tjetër krejtësisht i ndryshëm. Kur nauzea dhe të vjellat shoqërohen me dhimbje në shpinë ose ije, dhe sidomos kur nuk ka arsye të qartë gastrointestinale, si ushqimi i prishur apo gastrit i njohur, mjekët këshillojnë që gjithmonë të mendohet edhe mundësia e gurëve në veshka. Shenja e 6. Temperaturë dhe dridhje. Ethet. Nëse dikush ka gurë në veshka dhe fillon të ketë temperaturë të lartë, ky është sinjal alarmi që nuk duhet anashkaluar asnjëherë. Temperatura nuk është pjesë e procesit normal të gurëve. Ajo tregon se diçka më serioze ka ndodhur. Infeksioni. Kur guri bllokon rrugën urinare, urina nuk mund të kullojë normalisht. Ky stagnacion krijon mjedis të përsosur për shumimin e baktereve. Bakteret mund të shumëzohen shpejt dhe të shkaktojnë pjelonefritin, infeksionin e veshkave, ose në rastet ekstreme, urosepsën, një infeksion sistematik i gjakut që mund të jetë fatal nëse nuk trajtohet me shpejtësinë e duhur. Kombinimi i dhimbjes në veshka me temperaturë mbi 38.5 gradë Celsius dhe dridhje të forta është emergjencë mjekësore. Kjo situatë nuk pret orarin e ambulancës ose vizitën e nesërme tek mjeku familjar. Kjo kërkon dhomën e urgjencës menjëherë. Urosepsar mund të çojë në dështim të organeve dhe vdekje brenda orësh nëse lihet pa trajtim të duhur dhe të menjëhershëm. Shenja e 7. Urinë me erë të fortë ose me ngjyrë të turbullt. Urina e shëndetshme është e verdhë dhe çelët dhe pothuajse pa erë të fortë. Ndryshimet në ngjyrë dhe erë mund të jenë sinjale të rëndësishme të problemeve brenda sistemit urinar. Kur gurët bllokojnë rrugën urinare dhe shkaktojnë infeksion ose inflamacion, urina mund të bëhet e turbullt, si uji i ndotur, dhe të ketë erë të fortë, të pakëndshme, ndonjëherë të ngjashme me amoniakun ose me diçka të kalbur. Kjo turbulesë vjen nga prania e qelizave të bardha të gjakut, baktereve ose kristaleve minerale. Urina e turbullt tregon praninë e leukociteve, baktereve ose mineraleve të tepërta që veshkat nuk po arrin t'i filtrojnë siç duhet. Kjo ndodh kur veshkat janë të ngarkuara ose kur ka infeksion aktiv brenda sistemit urinar. Shenja e 8. Dhimbje që ndryshon pozicion dhe intensitet papritur. Një tipar i veçantë dhe dalluesi i dhimbjes nga gurët në veshka është se ajo ndryshon, papritur, pa paralajmërim, pa ndonjë ngjarje të caktuar që e shkakton. Personi mund të jetë ulur dhe të ndihet relativisht mirë, pastaj papritur të goditet nga dhimbje e pabërballueshme. Ose mund të ketë dhimbje të fortë, e cila zhduket plotësisht për disa orë dhe pastaj rikthehet me fuqi të dyfisht. Kjo luhatshmëri e dhimbjes pasqyron lëvizjet e gurit nëpër sistemin urinar. Kur guri lëviz në një pozicion ku nuk bllokon plotësisht rrugën, dhimbja zvoglohet ose zhduket. Kur ai kalon me vështirësi nëpër zona të ngushta, sidomos në vendin ku uretri hyn në fshikës, dhimbja bëhet e papërballueshme dhe intensive. Kjo karakteristikë dallon gurët nga shumë gjendje të tjera. Dhimbja e shtyllës kurrizore, për shembull, zakonisht nuk ka këtë luhatje dramatike. Shenja e 9. Vështirësi në urinim ose rrjedhje shumë e ngadalt. Kur guri ka arritur të hyjë në ureter ose afër urthrës, ai mund të bllokojë pjesërisht ose tërësisht rrjedhën e urinës. Personi mund të provojë të urinojë dhe të vërejë se urina rrjedh shumë ngadalë, me ndërprerje të shpeshta ose nuk del fare, pavarësisht presionit të fortë të ndjerë. Kjo gjendje quhet retencion urinar dhe është shumë e dhimbshme si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Fshikëza vazhdon të mbushet, presioni rritet gradualisht, por dalja është e bllokuar nga guri. Kjo situatë kërkon ndërhyrje mjekësore urgjente, pasi presioni akumuluar mund të dëmtojë veshkën në mënyrë të përhershme nëse zgjat pa trajtim. Ndryshe nga te meshkujt, ku retensioni urinar mund të ketë edhe arsye të tjera si probleme me prostatën ose ngushtime të uretrës, te femrat retensioni urinar është shumë i rrallë dhe kur ndodh, gurët janë ndër shkaqet kryesore. Mjekët kanë identifikuar grupin e personave që janë në rrezik më të lartë për të zhvilluar gurë në veshka. Njerëzit që pinë pak ujë gjatë ditës, nën 1.8 litra, kanë rrezik shumë të lartë, pasi dehidratimi koncentron mineralet në urinë dhe e favorizon kristalizimin. Ata që konsumojnë tepër krip, proteina shtazore dhe ushqime të pasura me oksalat, si spinaçi, kakaoja, çaji i zi dhe arrat, janë gjithashtu në rrezik të shtuar.